ato vilat bëhen qendra shëndetësore. Tani më radikal se ka që unë s'di si t'jem. Dhe jemi me veprime. Pse? Sepse vetëm nëse ne e shturim të rrjetin e Merimangas që e ka marrë vendin peng, pastaj jemi në kushtet për të folë, për të propozuar rroga, pensione, sistemin e taksimit dhe gjithë gjërat e tjera, të cilat në fakt janë një program i mirë qeverisës. Ne jemi përgatitur për betejë. Dhe është një betejë që nuk na ka mungu guximin për ta bërë as jashtë, jo më pastaj nga brenda. Si jeni duke zhvilluar fushatën, sepse fushata tek e fundit kërkon edhe financime. Nuk po them në Amerikë që ka të paktën 20 vjet që fushata e një kandidati presidencial e ka kaluar shifrën $1 miliard. Por këtu si funksiononi përmes rrjeteve sociale? Ne kemi një buxhet që na jep KQZ-ja, kemi disa donacione që na japin mbështetësit tanë, po në thelb janë një celular, i pal atletet reja, flet palosje në dorë dhe derë më derë, treg më treg, rrugë më rrugë, lidhje live me celularin, postime, i bie më derës, japin flet palosje. Janë të efektshme këto rrjetet sociale? Jashtëzakonisht eficiente. Në kuptimin, unë komunikoj vetëm një nga faqe, përse faqe që kam në Facebook, komunikoj me besoj 200.000 njerëz në ditë. Janë rreth 6 milion shikime në muaj. 200.000 njerëz në ditë? 200.000 njerëz në ditë. Pra 200.000 shikime në ditë, ne komunikojmë vetëm nga faqja ime në Facebook. Unë do të i tregoj, po dua statistikë. Okej, jo. Pas emisionit. Ne komunikojmë përmes numrave të telefonit. Mbështetëse që kemi identifikuar se kemi 14 vite rrugëve ne. Njerëz që na kanë mbështetur për kauza të ndryshme, na kanë dhënë numrat e telefonit, me ata i marrim telefon, i çojmë email, i çojmë mesazhe, i ftojmë në për takime që kemi. A ekziston rreziku që, okej, si parti e re, si të rinj, mund të shikojnë me simpati, po ndërkohë ajo reminiscenca, ajo inercia për të votuar, partitë që kanë votuar deri tani, apo e ndjeni që mundet të dëmtoj? Shikoni një gjë, për të kuptuar, takimet tona vetëm në një javë. Këtu e shi, ishim 2 orë në shi, që 300 qytetarë që përqendronin. Këtu jemi në një lagje të thjeshtë të Tiranës. Këtu jemi në Elbasan. Këtu jemi në Gjirokastër. E kështu vazhdon me radhë në Londër, kështu vazhdon në Korçë, kështu vazhdon në Lushnjë, kudo që shkojmë, ke qindra qytetarë që vinë. Tani, mendoni pak, përballë kemi një establishment që ka struktura, që ka shtetin, që ka parat, që ka 1000 forma organizimi, dhe me gjitha të, mira qytetarë dalin publikisht në takime që ne i bëjmë në ambientet hapura, edhe sepse pra s'kemi kosto, pra nosim 3 karrige, një skene dhe fillojmë të flasim njerëzve, vinë aty. Kjo besoj tregon që njerëzit e kanë thyrë frikën dhe që mbas 500 njerëzve që mund të jenë në një takim, në një shesh të madh publik, janë 10, 20, 30 fishti që janë nëpër shtëpia që besoj që do na votojnë, por që nuk kanë ardhur në takim. Në pyetje për zotin Shabani? Kam vënë domethënë që dihet ajo retorika e Sali Berishës që gjithë partitë e tjera alternative, ashtu siç tha dhe Kreshniku, i quan opozitës. I quan opozitës, kur kuptohet domethënë sepse do të jetë ai në kryet që pastaj ato pazaret atje si kodin zgjedhor, amnistit t'i bëj ai, domethënë mos ketë asnjë faktor tjetër se kaq e thjeshtë është kjo. Punë monopolesh është. Edhe kullat ndoshta, edhe shumë koncesione që janë bërë në marrëveshje të jenë bashkë edhe të vazhdojë kjo siç ka qenë. Çështja është që më ka bërë përshtypje këtë kohën e fundit Endri Edi Rama që ai përmend Adriatikun, po meqense është dhe drejtues koalicioni, besoj, patjetër që thotë nxjerr një teori dhe thot një kryeministër, thot që Edi Rama s'para është marrë me këto. E ke parasysh, Berisha i ka këto të vetat që po si me mua je i atij, je i paguar, i ka normale në çdo. E ka vetëm për Adriatik. I ka dhe me gazetarët. Me Adriatikun ka filluar një tip fushate, paktën ka bërë 2 video animacion që quan spin të Sali Berishës. Kam vënë që nuk jeni përgjigjur. Domethënë të paktën sa kam parë unë, domethënë ose të paktën Adriatiku, po gjithsesi dhe juve se jeni bashkë tani.
Kam vëre që nuk jeni përgjigjur, se bëhet fjalë për Edi Ramën, për kryetarin e PS-s dhe kryeministrin. Dhe është akuzë Shiko, ne jemi e koalicion. hapur. Do më thënë e thot të hapur që këta janë të Sali Berishës, janë spine të Sali Berishës. Ne jemi në koalicion Ushtar. dhe në fletën e votimit, këtu jemi në listë hapur. Pra, unë jam kandidat, Adriatiku është kandidat, Pano Soko është kandidat, Dorina, Brunilda, gjithë janë kandidat që garojnë, sikurse gjithë bashkë edhe secili me garën e vet. Kështu që në këtë pikë besoj që i takon Adriatikut për të përgjigjur, me sa e kam parë i është përgjigjur. Ajo që unë dua të them është që kam parë ndonjë përgjigje kështu. di që ka bërë një dy përgjigje. Po ai ka zgjedhur betejën. Mënyra, okay. Dhe duke qenë se është nominale për Adriatikun, i takon Adriatikut që t'i përgjigjet. Për sa më takon, betej më ballore se kanë bërë me Sali Berishën, nuk ka se kanë bërë asnjëherë tjetër në Shqipëri. Pra, kam pas